se njeriu kur jep para se të binë dorën e fukarajt, njeriu të nevojë bjerë në dorën e Allahut xhelle xhelaluhu, qofshin fal. E merr tha Zoti xhelle xhelaluhu me dorën e tij dhe e rrit, siç kujdeset ndonjëri për jush për mallin e tij më të shtrenjtë. Derisa të bëhet sa një mal i madh, e Zoti pastaj e lën anash. Sepse nëse është diçka o vëllezër që neve na tërheq poshtë, është pasuria. E njeriu duke dhënë çlirohet. Ash-shejtanu ya'idukumul faqr. Shejtani është ai i cili ju ngacmon dhe ju fikson me varfërinë. Po Allahu premton të kundërtën, falje dhe mëshirë dhe furnizim jashtë mase. Për këtë arsye në një hadith të bukur, pejgamberi alayhis salam kur u pyet, cila është sadakaja më e mirë që jep njeriu? Se ka njerëz që kur e shohin që janë të shkuar në fund të jetës, lirohen komplet. O pejgamberi i Zotit, cila është lëmosha, sadakaja më e mirë që mund t'japi njeriu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, anta tasaddaqa wa anta sahihun shahih. Sadakaja që ka më shumë vlerë te Allahu është sadakaja që jepet kur njeriu është i shnetshëm, i kuvetshëm dhe ka lakmi për të fituar sa më shumë. Kjo është sadakaja më e mirë. Për këtë arsye ka raste që sadakaja në Islam nuk pranohet. Nëse dikush është në shtratin e vdekjes dhe thotë lej gjithë pasurinë time vakuf, si pranohet? Duhet ta lej gjithë pasurinë time për jetimet, nuk i pranohet në Islam. Se ka mëse Allah shtoj me dëshirën e tij, jo, nuk pranohet. Sepse je në një moment që ti nuk je në arsyen e fortë të gjykimit të gjërave. Mund ta kishe bë këtë punë më përpara. Po mirë se dikush e lën me amanet, Sheriati Islam thot 1/3 vetëm zbatohet, pjesa tjetër shkon tek trashëgimtarët. Ligji i Zotit. E Ramazani nxjerr në pa atë që ka dalë nga pengmarrja e të pasuruarit në çdo lloj forme. Allahu tha në Kur'an: "Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." E kush shpëton nga lakmia, ka shpëtuar dhe ka fituar.